Janë rritur sipërfaqet me të mbjella, por toka e popunuar mbetet sërish shumë e madhe. Për fermerët lezhjan, problemet me sistemin e kullimit, vaditjes dhe kostoja e lartë e mbjelljes ndikojnë në kultivimin e tokës bujqësore. Sipas tyre janë pikërisht këta faktorë që tokat e tyre po mbeten djerë. Jo pse ka interesi, por nuk përballohet. Toka i herë ka humbë bonifikimin që ka pas. Objektet ujitëse nuk janë në shfrytëzim, janë prish kanalet, prish rrjeti kullus edhe vadicë. Ka shku 2.000 lekë kile naftë, minimo çfarë punim tokën? Tuën pare, po si edhe të ishte nafta ma lirë. Për drejtorin e bujqësisë, rritja e akcizës së naftës nuk ka ndikim të drejtë për drejtë tek fermerët dhe sipas tij po ardohet një skemë re subvencioni për bujqësinë. Për problemet që po flasim ne nuk ka kosto të shtuar për këto fakte, për shkak se edhe ndryshimi i sistemit fiskal i taksës mbi akcizën e karburanteve, e cila reflekton për një herë në kostën e prodhimeve bujqësore dhe bregtarale ndërsi, nuk ka shtri efektet. Përqindja e shtimit të taksës në çmimin e karburanteve nuk reflektohet në proporcion të drejtë në kostën e punimit të tokës bujqësore, edhe për pasojat e produkteve bregtarale. Rajoni i Lezhës para viteve 90 ishte një zonë me prodhueshmëri të lartë të produkteve të ndryshme, por me kalimin e viteve kjo situatë ndryshoi. Ndonse ka një interes të rritjes së fermerëve për të shtuar sipërfaqet e mbjella, fitimi i munguar i ka detyruar ata të braktisin tokën.